Rrugtimin të Roçme Redin e nisa pikërisht me Big Brotherin e Kosovës dhe personazhin e parë që kam komentuar ka qenë Driloni, tashmë fituesi i këtij edicioni, e sërish sot do të rikthem tek ai, jo për të treguar ndonjë lloj mbështetje që e kam dhënë pa mas dhe pa kursim ndaj tij, edhe pse ka qenë goxha një vlerësim i mangut nga ana e tij, por sot do të ndajmë një lajm ekskluziv me ju. Ndoshta për disa nuk mund të përbëj lajm, por për mua tregon më shumë për fituesin. Tashmë atit i ka ikur dhe menaxheri. Është një situatë e cila nuk është diskutuar në asnjë media, pasi vetë menaxheri i tij Visari nuk ka dashur që të bëj buj, por unë jam këtu sot për të treguar që midis tyre nuk ka më një bashkëpunim dhe rrugët janë ndarë. Sigurisht që kjo do të jetë një temë që unë do ta trajtoj jo vetëm sot, por edhe në një moment tjetër. Kjo pasi në këtë Roçme Redin sot doja të ndaja vetëm lajmin që nuk ka më një bashkëpunim. Unë kam qenë dëshmitar se si Visari, që në ditën e parë deri në të fundit është kujdesur për Drilonin, ka qenë aty ditë e natë nga jashtë duke mbështetur dhe duke bërë gjithçka për të. Nëse Driloni do të ketë dëshirë të flasë në Roçme Redin, hapësirën e ka të lirë për të dhënë edhe ai qëndrimin e tij. Sigurisht që ky raport tregon më shumë për fituesin, pasi që pas daljes nga Big Brother, punët nuk i ka pas të mira, ku ka bërë më shumë gabime se sa mirë. Por nuk jam këtu për të gjykuar apo për të vënë në shënjestër Drilonin, por për të dhënë një mendim tim për këtë raport i cili kaq befasisht u ndan rrugët, por mendoj që ka qenë një vendim jo i lehtë nga ana e menaxherit, duke thënë edhe duke parë atë që unë e komentova, të gjithë suportin ka qenë aty ditë e natë. Kam qenë dhe dëshmitar, jo sepse e kam njohur si ecurit të Drilonin në Big Brother, por kam qenë aty duke parë si Visari natën për natën vinte në Prishtinë vetëm për të mbështetur Drilonin, i cili ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe ishte ende në lojë dhe padyshim një nga emrat më të përfolur dhe një nga emrat më të votuar, kjo si pasojë e një menaxhimi perfekt që Visari ka bërë, duke kontribuar gjithçka nga vetja e tij, duke dhënë maksimumin dhe ja ku jemi sot, ku edhe Driloni u shpall fitues. Pikpyetje një raporti kaq të ngushtë, pa diskutim që janë të thella dhe nuk janë sipërfaqësore. Është një ndarje e cila duket e paqt, pasi dyshja ende e djeg njëri tjetrin në rrjetet sociale. Nuk është një tregues rrjeti social, por padyshim e vlerëson raportin që ata të dy kanë me njëri tjetrin. Kjo edhe në një sens që Visari nuk e ka hedhur dhe nuk do ta hedhë poshtë kur Drilonin për të gjithë të mirat që i ka bërë atit, edhe pse është ajo çka nuk ka marrë nga Driloni, kjo thyrje e raportit apo këto hatërmbetje që më së shumti nuk janë teka, por janë një mosmirënjohje dhe për mua mirënjohja është pasuria më e madhe që ka njeriu e ku ajo mungon, kur një personazh i cili deri dje nuk ishte i famshëm dhe sot bëhet i famshëm dhe shfaq një lloj mendimallësie, një lloj injorimi dhe hecë me kokën e tij, kur pikërisht ka një menaxher për ta drejtuar dhe për ta futur atë në rrugën më të mirë, për t'i dhënë atit mundësitë më të mira, te kalohet edhe me një lloj ndoshta arrogance për buzet dhe t'i bën gabime të njëpasnjëshme. Kjo nuk është më në dorën e personit që të menaxhon ty për të drejtuar apo për të ruajtur këtë raport dhe këto rrugët ndahen. Me sa informacione kam, nuk është një raport i cili ka krisur apo ka shkuar në konflikte, përkundërzi. Me sa di unë, është një largim i qetë, i mirë menduar dhe duke parë të gjitha hallkat që unë përmenda çuan në këtë largim dhe në këtë prishje të raportit i cili ka qenë edhe i sulmuar në media, por edhe në komente në rrjetet sociale, por e keqja e personazheve që qëndrojnë pas figurave publike, siç është Visari, e keqja e tij është që nuk është një person i cili ka dëshirën për të shprehur në media, pasi nëse do ta njihnin, pa diskutim që do të kishin vlerësimin më maksimal. Nëse do të ishte pjesë e kësaj bote mediatike dhe të zhurmshme, padyshim që do të ishte një personazh me karizëm, por një personazh me taban, siç thuhet në gjuhën popullore, një personazh i cili nuk do të rrente kurrë drejt skandaleve, por do t'i shuante ato dhe nuk do të merrte as pak me të tilla situata. Kur e thash në fillim që e braktisi dhe menaxheri, kjo pasi një muaj më parë, atë e braktisi në një farë mënyre edhe Sara
për të gjithë zhurmën që ai krijoi në situatën ku kishte gabim, por unë e mbrojta me xhenetën, por edhe në videon që ai postoi duke u puthur me një vajzë tjetër, sigurisht që Sara vazhdoi rrugtimin e saj dhe sot është në Klan Kosova duke drejtuar një emision Supernova. Pra nuk ka pasur asnjë lloj reagimi nga ana e saj, por e ka lënë në heshtje të gjithë raportin që ai kishte me Drilonin. Kur dy persona largohen nga një figurë publike, i bie që fajin e ka pikërisht vetëm një dhe jo këta të dy që janë larguar në mënyrë të prerë nga Driloni. E analizoj në një mënyrë paksa dhe personale të, pasi siç tregova, kam qenë në dieni dhe kam ndjekur të gjithë ecurinë se si ka vajtur rrugtimi i Drilonit në Big Brother si lojtar, por edhe se kush ka qëndruar pas tij në mënyrën se si e kanë menaxhuar të gjithë rrugtimin e tij. Prandaj doja të ndaj edhe mendimin tim, i cili tashmë është thjesht si përfaqësor, por në një troç tjetër me Redin, padyshim që do të sjellë në mënyrë më të detajuar të gjitha dinamikat, por edhe për të gjitha pikpyetjet që e çuan këtë raport në këtë ndarje përfundimtare ku secili ka ndjekur rrugën e tij, e ku Visarin sot e shikojmë në menaxhimin e një artisti. Nga ana tjetër vlen për të përmendur që Driloni me vlogat e tij ka një rënje që pas ikjes së Sarës, por edhe shkputjes së marrëdhënies me menaxherin, ka një rënje dhe nuk ka atë më shikueshmërinë e madhe që kishte në fillim. Me sa duket, kur gabon, vide pasojat.